Përshëndetje miqdashurët e Kosova, jemi në zyrën e Partisë Demokratike të Kosovës, Dega Nesuare, ku me kandidatin për kryetar komunët Erdhan Berisha, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, do zhvillojmë një intervistë e cila është vetëm në fund të fushatës dhe të shohim se si ka shku fushata dhe çfarë presim të dielën në rezultatet e cilat do të na sjellin votues në Suarek. Dardoni ka bërë një fushatë pastër dhe një debat të mirëfillt, i cili pothuajse në të gjitha debatet i ka qenë i arsyeshëm sa i përket projekte dhe gjithë asaj, por kjo nuk është si lavd, por e kemi pa të gjithë, por për gjërat të cilat do të na thotë Dardani, ne do ta pyesim atë dhe ta shohim se çfarë presim nga këto zgjedhje në komunën e Suarekës. Përshëndetje, kryetar, faleminderit për pritjen. Përshëndetje edhe për juve, mirë erdhët në Suarek. Zakonisht fushat na presin gjithë. Desha t'ju pyes gjatë këtij muaji të kësaj fushate zgjedhore, keni pas takime të shumta, angazhime të shumta dhe si qëndron Partia Demokratike e Kosovës në komunën e Suarekës. Faleminderit për prezencën e ju këtu. Me thonë drejtën, prej nëntëshkurtit të zgjedhjeve parlamentare, Partia Demokratike e Kosovës ka pas synime të qarta edhe në komunën tonë. Partia Demokratike e Kosovës ka organet vendimmarrëse të cilat marrin vendime brenda strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës. Pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit të zgjedhjeve parlamentare, ne fokusin kryesor e kemi pas të zgjedhjet lokale dhe nuk kemi ndalë në asnjë moment, në asnjë sekond për me pas rezultatin tonë të favorshëm dhe mbi gjitha rezultati i cili është rezultati i Partisë Demokratike të Kosovës dhe fillimisht kemi zgjedh shtabin zgjedhor, një prej organeve vendimmarrëse brenda fushatës elektorale, gjithashtu lista për asamble ka qenë një prej prioritetet tona, sepse lista për kovend komunal është një prej listave të më mira e cila garon në krahasim me subjekte tjera politike. Në bazë të agjendës, ne jemi në çdo fshat, në çdo lagje, në çdo takim kemi njerëz që të përkrajnë Partinë Demokratike të Kosovës që një kohë gjatë, por ajo që e kam vërejtuar ka shumë njerëz që janë afruar Partisë Demokratike të Kosovës për të vetmen arsye duke pasi alternativë të vetme në komunën e Suarekës. Atëherë, cilat do të jenë prioritetet kryesore edhe pse i keni në program, por ndoshta njerëzit nuk e kanë mundësi ta shohin gjithë programin, cilat do të jenë prioritetet kryesore që Suareka ka nevojë dhe ju do t'i realizoni nëse do të jeni kryetari i komunës qysh në fillim të mandatit? Unë dhe Partia Demokratike e Kosovës e kemi bërë një platformë të qartë për çdo qytetar, qytetarin në qendër. Fillimisht i kemi marrë bashkëbisedimet me njerëz, bashkëbisedimet dhe kontaktet e vazhdueshme që kemi pas me institucionet brenda komunës, me bujq, me infermier, me mjek, me mësimdhënës, me inxhinier të ndryshëm, gjithashtu me njerëz dhe profesionistë të ambientit dhe kemi ardhur në përfundim që shtyllat kryesore të Partisë Demokratike të Kosovës dhe planin qeverisës për 4 vjet të jetë arsimi, shëndetësia, bujqësia, turizmi dhe zhvillimi ekonomik dhe brenda këtyre sektorëve kemi pa projekte të cilat janë projekte të realizueshme, nuk kemi dhënë projekte megalomane të cilat projekte kushtojnë me miliarda euro, po jemi mundu që në brenda buxhetit komunal si bazë që ka buxheti i komunës, jemi mundu që me pas një shtrirje platforma jonë qeverise dhe mbi gjitha me qenë një platformë e arsyeshme dhe mbi gjitha një platformë e cila është e realizueshme për brenda 4 vitesh. Zoti Berisha, Partia Demokratike e Kosovës nuk ka qeverisë asnjëherë me komunën e Suarekës. Hera parë që keni qenë koalicion në mandatin e fundit me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe njerëzit çfarë thonë, a kanë dëshirë dhe a shprehin vullnet në këto zgjedhje që t'i japin besimin që qeverisni për herë të parë në këtë komunë? Është e vërtetë që Partia Demokratike e Kosovës rritjen më të madhe ka pas në vitin 2007, në vitin 2009 kemi qenë në balotazh, në 2010 në zgjedhjet parlamentare i kemi fituar zgjedhjet për nivel qendror. Jemi për herë të parë në bashkëqeverisje në vitin 2021-2025 për në këtë mandat kemi udhëhequr me 2 drejtori, drejtorinë e pronës katasës dhe gjeodezisë dhe me gjitha drejtorinë e ekonomisë dhe financa. Unë me thonë drejten, ndihem shumë krenar dhe mburëm
me punën, angazhimin dhe përkushtimin e këtyre dy drejtorave të cilët e kanë pas detyrë punën e mirëfillt. Kjo është shumë e arsyeshme dhe ajo çka është të diskutohet që qytetarët Partinë Demokratike e kanë pas si opsion, sepse ne si subjekt politik nuk kemi qeverisë asnjëherë dhe jo kemi dhënë alternativë qytetarëve dhe mbi gjitha puna, angazhimi dhe përkushtimi i dy drejtorave, i gjithë strukturave, kemi bërë që PDK-ja me qenë parti konkurruese edhe në nivel lokal në këto zgjedhjet e 2025, zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen me 12 tetor. Nuk kanë pas drejtorat asnjë njoll të keqe, nuk kanë pas drejtorat asnjë akt akuze. Kjo e mburr edhe Partinë Demokratike të Kosovës, mburr gjithë strukturat sepse kanë marrë besimin e strukturave për me bashkëqeverisë, sepse Partia Demokratike e Kosovës kur kemi hyrë në koalicion, kemi marrë vendim brenda strukturave, nuk kemi vendosur vetë. Pra ne nuk vendosim vetë, organi vendimarrës brenda strukturave është Këshilli Drejtues dhe Kryesia dhe kështu kemi vendosur me hyrë në koalicion me AK-n dhe mendoj që ne kanë zili edhe AK-ja edhe subjekte tjera e kanë pa edhe opsionin e PDK-s që jemi opsion edhe alternativë e sinqert, e mirëfillt, njerëz besueshëm dhe mbi gjitha me moral politik. Unë mendoj që ka moral politik dhe kështu ju kemi treguar gjithë oponentëve tjerë që PDK-ja din, mundet dhe ja del. Atër, Suareka është edhe një vend i industrisë, një vend i bizneseve më të mëdha, thonë ashtu në nivel vendi. Kemi dhe zonën industriale, do të kooperojnë shumë biznese të suksesshme nivel vendor, kombëtar e ndërkombëtar. Të pyes se çka është punu, nuk duhet të pyes se çka është punu, sepse gjendja shihet se nuk është shumë e mirë dhe nuk janë kushtet e favërshme ashtu siç edhe duhet i kenë këto kompani, thamë ashtu, këto biznese. Por cili do të jetë prioriteti yt në këtë aspekt dhe çfarë do të bëni për zonën industriale në Shirok? E vërtet, nëse qyteti i Suarekës është zhvilluar për këto 4 vjet, edhe për vite tjera, e kanë zhvilluar bizneset private. Unë mburrem dhe ndihem shumë krenar kur të flas për biznese, sepse bizneset e komunës Suarekës janë biznese prestigjioze të cilat operojnë edhe ndërkombëtarisht. Zona ekonomike në Shirok nuk i plotëson kushte sepse unë hiq më larg se dje kam qenë në zonën ekonomike në Shirok dhe kam vizituar disa biznese, aty ka ankesa të jashtëzakonshme edhe për ujë të pijshëm, edhe për kanalizim. Pra nuk i plotëson kushtet elementare për me quajtur një zonë, sepse zonën ekonomike në Shirok e kanë zhvilluar bizneset. Ajo që është detyra jamja dhe obligimi imi është që mjo kriju hapësirë bizneseve të cilat biznesin në mburrin, edhe ndihemi krenar. Ne do të bëjmë sfarje revidimin e zonës ekonomike në Shirok, ku do të funksionalizojmë komplet gypat e kanalizimit, sepse kur ka rreshje atmosferike, ata gypa nuk funksionojnë, nuk ka ujë të pijshëm, ujë të pijshëm ka, por janë poseta, puse, të cilat i kanë hapë vetë bizneset. Nuk vjen uji prej pusitatit që vjen dhe janë gypat, realisht edhe fshatrat të cilët furnizohen prej pusitatit, nuk është i mirëfillt, por ajo që është shumë e rëndësishme që brenda 2 vitesh do të bëhet funksionalizimi i plot i zonës ekonomike në Duel. Pa e bërë revidimin e zonës ekonomike në Shirok, ne nuk mund ta premtojmë dhe nuk mund ta realizojmë projektin tjetër që është funksionalizimi i plot i zonës ekonomike në Duel dhe kjo brenda 2 vitesh do të jetë në funksion, sepse aty duhet infrastrukturë bazë, do të ujë, kanalizim, rrymë, ndarja parcella dhe gjithashtu punët administrative dhe ligjore që i takojnë me funksionalizu një zonë. Mbi gjitha do të rifunksionalizojmë agrozonën në Samadreq, agrozonë e cila ju shërben shumë bizneseve dhe fshatrave të cilat operojnë në atë pjesë. Se përket edhe një pyetje kam përfund, se përket kategorisë sociale, pse këto shkojnë në nivelin e ministrisë, në nivelin lokal, sidomos për rastet në gjendje të rëndë, rastet e cilat i kena pas në për gjitha fushatat, duke premtuar se do të ndërtojnë banesa, do të bëhen strehime këto. A keni para pa diçka për këtë kategori dhe sa i përket edhe kategorisë
veteranëve të luftës. Komunës ekziston një rregullore për bonus banim. Ne kemi subvencionu disa familje, 10 familje, ne kemi rrit numrin në 15 familje të cilat do të marrin bonus banim. Domethënë, komuna i pagun 50% e shpenzimeve të banimit. Rasteve sociale, por me të thonë drejtën, në bazë të raporteve që kemi, komuna së Orekës është komuna cila ka më së paku raste sociale, nuk ka shumë raste sociale, ne do të arrisim bonus banimin. Nëse janë 15 sot, brenda mandatit tim 4 vjeçar do të subvencionohen me bonus banim 30 familje. Dhe kështu mi javë lehtësu edhe formën edhe mundësinë e banimit, por ajo që ka shumë e rëndësishme që Komuna së Orekës e ka premtu dhe nuk e ka realizu bonus banimin. Unë planin tim 4 vjeçar dhe është një prej prioriteteve dhe projekteve shumë të rëndësishme, do të ndërtojmë bonus banimin për familjar të dëshmorëve në qytetin e së Orekës dhe njëherë për gjithmonë familjar të dëshmorëve të gjejnë strehën e tyre, të kenë banesën e tyre të cilët e meritojnë, sepse fal sakrificës së dëshmorëve, fal sakrificës së invalidëve veteranëve të luftës, sot ne gëzojmë lirinë, dhe këto kategori do të me pas shumë kujdes dhe ne si Parti Demokratike e Kosovës gjenezën e kemi në luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe nuk gëzojmë në asnjë formë, në asnjë moment me dalë prej kësaj gjeneze dhe këtë kategori do të kemë shumë prioritet. Sa i përket të shëndetësisë dhe arsimit. Për shëndetësi, nivel qendror kemi pa raste të shumta, do të thotë mungesa ndoshta të banave esenciale që ju sigurisht nuk ballafaqoni me ta. Cilat do të jenë hapa që do t'i ndërmeni, do të thotë për një shëndetësi sa më të mirë dhe për një arsim sa më cilësor. Këto prioritete e Partisë Demokratike të Kosovës, ndër prioritetet janë ujëpishëm dhe ndërtimi i shkollës shtatmarrësi në qytetin e së Orekës. Është premtu disa herë, është premtu edhe prej komunës, është premtu edhe prej ministrisë, asnjëherë nuk ka pas vullnet me përfundu këtë projekt. Unë mendoj që qyteti i së Orekës ka nevojë konkretisht shkolla shtatmarrësi për ndërtimin e një shkolle të re, me kriju kushte dhe hapësira moderne për zhvillimin e një mësimi modern, mbi gjitha një mësimi profesional, dhe ajo që është shumë e rëndësishme, do të fillohet të punohet me një ndrim, sepse e vetmja shkollë është shtatmarrësi dhe dëshmorët e Grekosit në Grekot që punojnë me 2 ndrime. Ne do ta funksionalizojmë shkollën e re dhe në këtë rast do të jepet mundësia edhe në ndërtimin e aneksit në Grekos, dëshmorët e Grekosit, dhe ndërtimin në shkollë dhe të fillohet me mësimin tërditor, që është një ndër objektivat e Partisë Demokratike të Kosovës. Në këtë 4 vjeçar do të fillohet me 3 shkolla dhe kështu do të fillohet me mësim tërditor. Gjithashtu do të bëjmë digitalizimin e shkollave, sepse shkolla është ndërtu jashtëzakonisht së Orekë prej nivelit qendror konkretisht prej Partisë Demokratike të Kosovës, prej ministrit Hoxha dhe profesor Anvata, të cilët i kanë pru 12 shkolla, i mbi 40 milion euro investimin e së Orekë pa pushtet lokal, por sa i përket shëndetësisë, unë nuk mendoj që së Oreka ka nevojë për një qendër kryesore të mjekësisë familjare, po do të bëhet renovimi i plot. Ajo që ka shumë rëndësi do të bëhet aneks ndërtimi i urgjencës, sepse aty ka shumë pak shtretër dhe ka një fluks të madh të aksidentëve, të incidenteve në sezona, dhe mendoj që urgjenca ka nevojë për një aneks. Mbi gjitha ajo që ka është me rëndësi, dhe unë e kam vrejtë si asamblist, sepse jam që 2 mandate asamblist, unë e kam vrejtë që qendra e mjekësisë familjare ka nevojë për një menaxhim të mirëfillt. Aty janë bë 2-3 drejtora të cilët janë politik dhe në baza politike bëhet edhe rekrutimi i infermierëve dhe mjekëve, dhe kjo duhet të anulohet patjetër, sepse qendra e mjekësisë familjare ka nevojë për një menaxhim mirëfillt. Do të punojnë rentgeni 24 orë, dhe kështu do të investojmë edhe në shëndetësi. Një prej prioriteteve është edhe shëndetësia në komunën tonë. Atëherë, cili do të jetë mesazhi juaj për fund për gjithë votuesit, pavarësisht bazave partijake, për votuesit e së Orekës në datën 12 tetor? E kemi bërë deri tash një fushat qetë, një fushat të pastërt, pa e fyr askënd, pa e fyr
oponent tjerë politik, e kemi bërë një fushat demokratike ashtu siç i takon Partisë Demokratike të Kosovës, siç më takon mu si kandidat i ri. Me dumë të torë janë zgjedhjet, i kërkoj gjithë qytetarëve ma japin besimin, sepse është koha e Partisë Demokratike të Kosovës, është koha e gjeneratave të reja, është koha që PDK-n ta udhëheq edhe me Suareken, e dim që ku ka udhëheq Partia Demokratike të Kosovës në komuna tjera janë parti e cila në bazë raporteve dalin ndër komunat me transparencë më të mirë, dalin komunat me arsim dhe shëndetësi dhe gjitha ato prioritetet më të mira, dhe unë mendoj që Suareka ka nevojë për Partinë Demokratike të Kosovës, ka nevojë për Dardan Berishën. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ty. Suksese me 12 tetor. Faleminderit shumë.